Ledioni dhe Arbana kanë qenë miq shumë të ngushtë, pra për te profesionit kanë qenë një grup. Ka qenë Ledioni, Enopopi, Arbana dhe Xhemi. Dhe nuk është më një katërsh, është vetëm një dyshe. Është vetëm një dyshe që është Arbana dhe Xhemi, por më shumë Arbana që mban Xhemin. Por çfarë ka ndodhur mes Ledionit dhe Arbanës? Të se di, unë kam përshtypjen është gjithmonë Xhemi. Pra, okay, gjithmonë Arbana ime për fat. Misia mund të kriset, po themi, po nuk përfundon në ironi dhe në kunja gjatë gjithë kohës dhe mediatike. Çfarë ka ndodhur? Zoti madh, unë nuk era për fol për këtë, zoti marketing. Na fol me kobra dhe me gjapi. Për profesionalizëm apo ka ndodhur gjëra personale? Nuk e di për gjëra personale, se unë nuk jam brenda rrethit tyre shoqëror apo familjar që të di çka ka ndodhur personalisht, po vetëm nga çështjet profesionale kuptohet që Big Brother ka qenë krisja e marrëdhënies së tyre. Marrja e Big Brotherit nga Ledioni, Big Brotherit fillestar. Tetës, kur ishte stazhëm, Arbana. Po prit more. Priste që kanë që aty kanë nisur, si më thëm,